Sot do të diskutojmë gjëre gjatë për Big Brotherin, madje do bëjmë disa telefonata të rrezikshme më vonë rreth banorëve që përfliten, kështu që duhet të qëndroni patjetër me OTF. E vërtet, sepse countdowni ka filluar, jemi vetëm pak ditë, më pak se 7 ditë nga nisja e edicionit të ri, por ne do kthehemi pak pas në kohë dhe të bëjmë një shqyrtim se sa i kanë ecur karrierat respektive banorëve të Big Brotherit. Çuna, do me thënë, ka qenë një punë kolosale realisht, sepse vetëm në një edicion mund të ketë pasur edhe 40 banorë. Po, 40 banorë. Që në total fatos pak a shumë ka qenë rreth 130, do me thënë, ka 139 139 banorë në vetëm 4 edicione të Big Brother VIP Albania. Kështu që e nisim pa humbur kohë me edicionin e parë sepse kemi shumë banorë dhe nisim me El Hajcu, i cili ishte i pari që u eliminua, besoj të bijmë gjithë dakord që është me të kuqe, pra nuk ka pas karriera ti një zhvillim të madh pas Bigut. Edhe pse e njihnin, po nuk pa zhvillim. Po, poezit nuk e di, a vazhdo me poezit? Është dukur edhe nga rrjetet sociale, nuk po poston më shumë. Ne kam dikur. Okej, atëherë kemi Sheila Haxhiraj. Nuk mbahet mend Sheila nga Big Brother, nuk është se bëri diçka. Së fundmi ishte e ftuar dhe testeluan topi ku tregoi pak për anën e saj emocionale. Po bumi, thjesht bëri një klip. Por karriera ka qenë aty, po nuk është se ka pas bum. Po. Rudina Paloma Demneri, Paloma e famshme që i trazoi ujërat. Patja, kishte momente shumë fani Paloma, por nuk pati rritje profesionale pas. Po, Paloma ishte lart në karrierë dhe vazhdon të jetë ende, pra vazhdon të njëjtin profesion. Po, do me thonë, të njëjtin profesion, në të njëjtat ujëra, nuk është se pati një boom direkt pas daljes nga Bigu. Nuk është se ka pas boom. Ardit Çuni, këngëtari i mirënjohur, ka më shumë boom pati në Dancing with the Stars, mund ta them, kur shkoi deri në finale dhe ishte një nga pretendentët kryesor bashkë me El Hajden. Se sa në Big. Se sa në Big Brother, nuk është se pati një bujë të madhe në karrierë pas Bigut. Igli Zarka është një aktor i mirënjohur, më pëlqen shumë, ishte edhe pjesë e filmit Kazermës, që mund themi shkëlqeu në absolutisht. Por pas Big Brotherit nuk është se e pam që të mbajt mend vetëm për shprehjen e famshme. Ja, prit pak se do të kthej përgjigjet e ty. Edhe për ato që çash loja, bën çash loja dhe ai sikur atë eksperiencë në Big Brother e ktheu në film se ishte pak a shumë në njëjtën gjë, ai nuk u eliminua, por doli. Por doli dhe gjynaqë doli sepse do ishte një super lojtar. Mbaj si lojtar i fortë, po. Ndërkohë, personazhi i radhës ka qenë Granit Cana, nuk e mbaj mend. Është djali i cili ishte nga Kosova, i cilin mund të kishte një flirt me Fifin atë kohë. Por fakti që ti se mban mend tregon që mbetet me të kuqe. Më përpara as para Bigut, kështu që Granit we love you. Kledi Hysa është një tjetër ish banor i Big Brother edicionit parë, i cili nuk ka bërë asgjë me karrierën e tij, pra nuk është se ka pas një boom të madh dhe nuk e ka shfrytzuar famën e Bigut. Po, tashmë komenton Bigu nëpër live në Instagram dhe është bashkëshorti i Evi Reçit, ku kanë ndërtuar familjen e tyre. Banorja e radhës është Fifi, e cila mund të themi që ka pasur një eksperiencë goxha intensive në Big Brother, por Fifi ka pas fansa sipas Bigut si edhe para Bigut, nuk është se Bigu i dha një shtys, në festivale merrte çmime, merr akoma çmime në festivale, kështu që. Po, ishte already një artist big. Kështu që fakti që është me të kuqe nuk do të thotë që është për keq, por thjesht nuk ka pas rritje, pra nuk e ka ndihmuar Bigu. Pra ishte gja shumë mirë në karrierën e saj. Ndërkohë një personazh të cilës prap nuk mendoj që i bëri mirë pjesëmarrja në Big Brother, ka qenë pikërisht Semi Aupaj. Po nuk është se bëri një 2 këngë, pastaj prap u zhduk. Këngë të cilat ishin me tematikën e Donaldit dhe Borës. Po, do me thënë, ishte thjesht ai momenti fill pas daljes dhe më pas u qetësua. Pra në ujërat qeta. Po, nuk është se pati një boom. Valon Sheu gjithashtu ka mbetur njësoj, nuk është se ka pas një boom pas Big Brotherit, mund ta themi që mbetet me gjyrën e kuqe. Ndërkohë tjetër ishte Sabiani i cili hyri dhe në edicionetit. Sabiani shumë po, u përfol për shoqërinë dhe miqësinë e tij me Ilirin, por nuk është se pati ndonjë boom. Edhe Sabiani ishte si Fifi, që ishte një orë më përpara, vazhdon të jetë një orë dhe tani. Shpresoj të jetë dhe këtë edicion të Big Brotherit. Ndërkohë personazhi i radhës ka qenë DJ PM, Pajtim Krasniqi. Pati direkt pas daljes nga Bigu që nxorri disa këngë, po prap kohët e fundit ka rënë në qetësi. Pra është thjesht ai vrulli i madh direkt pas daljes. Po pra ne prandaj po e bëjmë këtë temë pra për ato që kanë mundur ta zgjasin famën e Big Brother ndër vite, ta mbajnë dhe ta kthejnë në një karrierë. Claudio Nika është emri i radhës që ne do të përmendim dhe besoj bim gjithë dakord që është një pikpyetje e madhe dhe nuk ka arsye pse ta justifikojmë që është me të kuqa. Atëherë një emër tjetër është Big Mama.
Big Mama ju dhe artiste, do me thënë që ishte e famshme më përpara, vazhdoi njësoj, nuk pati asnjë lloj pati atë debatin me Antonellën. Pra kulmi i Big Brotherit të Big Mamës ishte vetëm debati. E sa që ka reality show, Big Mama ftohet se zihet, kështu që Po, e ka një rol. Ndërkohë personazhi i radhës, Antonella Berisha, bëri atë debatin me Big Mama, pati dhe një problem pas daljes nga Bigu gjyqësor penal. E di çfarë mund të them unë për Antonellën, që famën dhe kulmin e saj ka pas në përputhen. Pra Big Brotheri nuk e ndihmoi Antonellën. Në përputhen kushdo që ka qenë ka ngrënë bukë. Tani le ta themi e vërtet. Po, dhe ka qëndruar, ndërsa në Big pastaj kanë rënë në qetësi. Dhe banorja e radhës është Sara Berisha, e cila në fakt e shfrytëzoi në periudhën pas Bigut famën për të kthyer në influencere tamam dhe mori reklama, pati goxha sukses, por ku është sot? Pra në 2025 Sara Berisha nuk është se është shumë e përfolur, kështu që me të kuqja. Një banor tjetër është Meridian Ramçaj. Meridiani këtë kishte eksperiencë të dytë. Sepse ka qenë më përpara tek Big Brother me njerëzit e zakonshëm dhe Meridiani sipas mendimit tim thjesht të shfaqet kur fillon Bigu. Se janë një grup këta që han bukë vetëm kur fillon Bigu. Si han dhe ne, kështu që s'mund t'i fajsojmë. Po ne jemi në on air edhe kur s'është Bigu, kështu që. Shiko, Meridiani nuk shkëlqeu as gjatë Bigut, as pas Bigut, kështu që në bigjet e tjera, kështu që. Eltion Merja është balerini i cili pati atë konfliktin me Ilirin atëherë që i tha jo po ti s'ke pranuar të amici një gjë e tillë, po Eltoni si çyri dhe doli dhe është me të kuqe. Nuk e mbaj mend fare, kështu që. Gjejsara Frisku është një emër tjetër, Gjejsara e famshme, e cila vazhdon ende të merret me muzikë, por nuk është se Big Brother i dha një ndihmë shumë të madhe, kështu që është me të kuqe dhe ajo. Me të kuqe. Dhe pastaj kemi DJ Dags që njësoj si DJ PM, duke se këta janë dhe shok shumë të mirë bashkë, nuk është se pati ndonjë boom shumë të madh, më shumë ka qenë duke shijuar romancën e tij me Angelin, kështu që nuk ishte. Mund ta themi që ka fituar nga ana personale dhe jo nga profesionale. Si DJ PM edhe DJ Dax kanë fituar të dy nga ana personale. Jo, DJ PM nuk fitoi gjë se janë ndarë. Pas Bigut. Ndërkohë personazhi i radhës që unë e kam pik në zemër këtë vajzë, është Beatrix Ramosaj. Love her, më vjen realisht shumë keq për kryqëzimin që ajo pati gjatë eksperiencës në Big Brother, u largua nga Shqipëria. Nga Republikë dhe nuk është më aq aktive sa do donim ne të ishte Beatrixi në muzikë të paktën. Dhe për fat keq është me ngjyrën e kuqe, sepse Big Brotheri nuk është se ndihmoi të kishte një karrierë shumë të gjatë. Por u përfol shumë gjatë atij edicioni dhe ishte një ndër komponentët më të rëndësishëm. Më kryesor. Arbër Sulstarova është banori i radhës, më kujtohet që ishte tenist, luante tenis, por është kampion tenisi në ndoshta vazhdon ende profesionin e tij, por nuk është se është aktiv mediatikisht, mund të themi. Exona Rafuna është një emër tjetër i cili është një pikpyetje e madhe. Maj mend që ishte thjesht nga Kosova. Zemra tim mbake është shumë mend se unë nuk mbaj mend fare. Unë nuk e di se kjo ka qenë te Bigu. Dritan Brama është një tjetër emër i cili vazhdon ende profesionin e tij si koreograf, por nuk kemi një karrierë shumë, një boom shumë të madh, kështu që me të kuqe është dhe Dritani. Mirë, atë një aktor tjetër, një personazh tjetër është aktoria Ariola Demiri, e cila fitoi shtëpinë, nuk e di çfarë po bëhet. Nuk e mori kur, nuk e ka marrë akoma atë shtëpi. Jo, e ka marrë, se ka thënë në intervista që e ka marrë. E po që kem rregull mi Ariola. Por në karrierën e saj si aktor nuk është se ka pas një boom të madh pas Bigut. Pra është në nivelet që ishte dhe para atij. Monika Lubonja, ndërkohë Monika bën ato skeçet e lezetshme me Jonida Vokshin, kështu që me lekët mirë duhet të jenë. Shikoj me lekët mund të jenë gjithë ta. Kështu nuk është se ka shkëlqyer pas Bigut, po mirë është. Mirë është, po mbetet me të kuqe sepse nuk ka pas një rritje të ndjeshme. Siç ka pas Benjada, e cila ishte e preferuara ime atë edicion, ishte një parfumi. Ishte një nga ato banorë që thyu atë mitin që në finale vën vetëm ato që zihen. Benjada pati një karrierë më pas në E Diell tek Manushi për të vazhduar të RTS. Kështu që mund ta quajmë me plot gojën me jeshile përderisa vazhdon ende sot jetë aktive në media. Po më dalin editet për Benjadën, kështu që vazhdon ende të. Edhe pse ka rënë pak në qetësi këto kohë. Angel Shkira që arriti, domethënë
kulmin më të madh atë të familjes. Nuk ka. Gjëja që është më ka gjë vlerë më të për mendimin rëndësishme tim. se sa kjo, por nga ana profesionale u shkëput sepse sigurisht impenjimet familjare nuk e lejuan. Dhe ndërkohë një banor tjetër i cili mund ta quajmë siç e ka quajtur dhe Arbana Osmani kryefjala e atij edicioni Donald Veshaj. Jeshile absolute Donaldi. Mund të themi që Donaldi u kthye në fenomen në atë edicion bashkë me Ilirin, por e mbajti dhe pati edhe një program në Top Channel më lër të flasë. Po, që ishte goxha i suksesshëm dhe klikoi shumë dhe bëi viral në rrjetet sociale, kështu që mirë ishte. Pavarësisht është shkëputur momentalisht, por mund ta quajmë të suksesshëm. Po, është fokusuar te pjesa e artit. Ndërkohë, fituesi i atij edicioni, balerini mirënjohur Ili Sharqiri, duket që është me të kuqe, sepse nuk është se pati ndonjë boom shumë të madh pas fitimit të Big Brother. Normalisht u bë imazhi i platformës së tyre për një farë kohe të caktuar, për sa i përket pjesës së diasporës, por nuk është se kishin diçka që ishte edhe një edicion në Dancing with the Stars. Bëri dhe atë programin me emigrantët, po që nuk është se ishte diasporës. Po ne flasim aktualisht nuk është se pastaj Iliri ka bërë dancing këtu shumë pak ky edicion, shumë pak. Po ky edicion Benjada dhe Donaldi 2 nga 30 ca banor. Ndërkohë kalojmë tek Big Brother VIP 2. Fenomeni të gjitha korave, Big Brother VIP 2. Atëherë, do ta fillojmë me Jacqueline Gjolla. Doli e para, u harrua. Pas nuk e njihja më përpara se kush ishte, por u pëlqye. Siç nuk njohim dhe Ari Blue, e cila vazhdon të jetë e panjohur në aspektin profesional, pra nuk është shumë e suksesshme. Ndërkohë Erion Mustafarajn absolutisht që e njohim të gjithë, por nuk shkëlqeu pas Big Brotherit. Nuk bëri ndonjë film që të na kënaqte neve zemrën. Kemi pasaj Gent Hazizin, që edhe Genti është me të kuqe. Mikela Pupa, të cilën ne kemi shumë gjanë. Ajo vazhdoi jetën e saj. Por mund të themi që Mikela ka punuar për këtë famë që ka sot dhe nuk mund të themi që Bigu e ka ndihmuar shumë, prandaj është dhe me të kuqe. E ka ndihmuar më shumë. Ndërkohë kemi Kevina Kthellën, e cila pati një largim jo shumë dinjitos për shkak të shpullës, por nuk është se pati dhe një rritje shumë madhe profesionale pas largimit nga Bigu, kështu që me të kuqe. Kemi pastaj modelin Eni Tare, i cili siç hyri doli. Bjordi Mezini, i cili vazhdon profesionin e tij si regjisor, por nuk mund të themi që hyra në Big, sidomos në këtë VIP, i bëri më shumë ka marr famë nga Bigu i edicionit të njerëzve të thjeshtë. Jonathan Islami, që unë më shumë e njoh si të dashurin e Roza Latit se sa nga eksperienca e tij në Big Brother. Kështu që me të kuqe, nuk është se. Pastaj kemi Amos Zaharia, aktorin e minjohur që në lojë ishte dhe shoku miku i ngushti Olta Gixharit, vazhdon të jetë njësoj, nuk përflitet. Tea Trifoni pati kulmin e saj në përputhen njëjtë si dhe bashkë koleget e saj të atij. Dhe nuk besoj që Big Brotheri i bëri mirë Teas, pra nuk është se e rriti shumë. Po duket se ishte edhe shkëputur edhe nga më përpara. Diola Dosti shkëlqeu fati në dashuri, mbase në profesion nuk është se bëri nami, po në dashuri shkëlqeu fati. Me të kuqen profesion, po me e kuqa dashuri simbolizon, kështu që. Po, patjetër. Valbona Memën. Si mund ta themi ne këtë përpara një nëne single, por Valbona Mema po ta themi përpara teja. Me të kuqe, Valbona ishte ikon, vazhdon të jetë ikon e muzikës popullore, kështu që nuk është se kishte nevojë për Big Brotherin, mund të themi. Piro Beati nuk e mbaj Kaq, Piro Beati me të kuqe. Ermiona Lekbella, nga ikonat e Bigut. Por nuk u zduk pas Bigut. Ishte si ato kapsollet që shpërthejnë dhe fike në moment. Qa është kjo? Qa është misha, qena peshke. Kemi aktorin e mirënjohur Eva Alikaj, edhe Eva vazhdon hyn atë kategorinë artistëve që nuk është se Bigu. Më kujtohet që u eliminu se i tha Luizi do ta çoj kafën. Pas Eva Alikaj kemi Tan Brahimin, është aktori mirënjohur i humorit nga Shkodra, sikur do bënte namin aty, më pas ran qetësi gjatë Bigut, edhe pas Bigut. Pastaj kemi Shpat Kërleshin, eksaktësisht. Kemi përsëri Sabianin, po kush jemi ne ta komentoj më në këtë pikë se çdo edicion Sabiani do futet. Kemi maestron e famshëm Armando Klogjeri. Maestro i cili dukshëm nuk gjendet kërkund në mendje në syrin publik. Politike pastaj u harrua. A mund ta them unë këtë personazhin tjetër? Jo se këtë tjetër si kam thënë. Olta Gixhari.
Diva ka bërë shumë sukses pas Bigut realisht, opinioniste në Big Brother VIP Kosova, kështu që aktive në Instagram, Dancing with the Stars, pra Olta Gixhari, Olta Gixhari ka marrë më të mirë në që jeshile Olta. Antoneta Koçi, pjesë e përputhen. Nuk mendoj që i ndriti as përputhen as Big Brother. Fotini dersho. Po qeshim sepse kemi një histori me Fotinin sepse e kemi ftuar në program dhe nuk na ka. Do me thënë ja kështu i merr shtruar Fotini. Kemi pastaj Gertin Koxha. Okej, kaq mjafton. Lorenzo Srama, një kishim të ftuar në emision. Lorenci vazhdon karrierën e tij muzikore, nuk ka pasur ndonjë. Nuk është se shfrytëzon shumë. Ronaldo Sharka, Ronaldo ka shkëlqyer. Ronaldo i ka pirë lëngun Bigut dhe Topit, mund të them, mos e ka shfrytëzuar në marrë më të mirë dhe mbi të gjitha është rritur shumë profesionalisht, është bërë shumë. Dhe kur e thot Misi këtë, e kupton se e ka thënë disa herë gjatë episodit. Jo, mua më pëlqen shumë Ronaldo se si ti kalojmë pak shpejt. Kemi Casey Medinin, Elvis Pupa, që edhe Elvisi njësoj si Casey Medini nuk është se ka pasur në një sukses të madh. Chiara Tito ka pas sukses, absolutisht ka pasur sukses. Një program portokalli përflitet edhe për diçka tjetër, kështu që mirë është. Bledi Mane është një tjetër emër i cili mund të themi që kishte një karrierë lineare, pra dhe para Bigut dhe pas Bigut, ishte në trotuar, vazhdon të jetë në trotuar, vazhdon të jetë rrethi katror, kështu që nuk mund të themi që Bigu e ndihmoi shumë Bledin. Por dikë që ndihmoi Bigu ka qenë Jori Delli, nuk njihej shumë në Shqipëri, u bë shumë e njohur në Shqipëri dhe së fundmi edhe është fejuar. Kështu që Jori, bravo Jori. Lartë më lart. Këto gocat nga Italia janë shumë. Jori besoj bim dakord me Jeshile. Jeshile patjetër Jori. Qetësor, Feruna janë këto banorët që kanë marrë pjesë në edicionet e zakonshme dhe nuk kanë shkëlqyer asnjëherë në edicionet VIP. Kemi pastaj Vali Fije. Kush është Nita? Vesha ka Anita Latifi, një këngëtare nga Kosova, nuk është se bëri ndonjë bum shumë të madh, pas pjesëmarrjes në Big Brother, bëri një film por kaq. Dea Michel është vajza e cila bëri rrugtimin në Big Brother deri në finale, por nuk mund të themi që pas asaj finaleje bëri diçka me atë famë. As Efi nga ana tjetër, Efi Dhedës, do me thënë shkëlqeu në atë edicion, por pas Big Brotherit u qetësua dhe Efi, nuk është se është komentuar, s'ka bërë ndonjë projekt. Bëri një emision, një rubrikë në e diell me tatuazhe, por nuk është se bëri buja. Që mbeti aty. Krist Aliaj Dragot ishte mirë në Big Brother, por në ujëra të qeta dhe Kristi pas Bigut. Kështu që me të kuqe, bim dakord që me të kuqe. Dhe mbreti, Luani dhe çdo lloj kafshë tjetër zoologjike. 1, 2, 3. Louise Ailey me Jeshile pa diskutim. E di për çfarë jap dorën Luizit, për faktin që ka arritur të mbaj atë misterin e figurës së tij. Nuk po del në asnjë intervistë, po bën vetëm koncerte, pra dhe mua ma hoqi mikrofonin atëherë në lufshje. Do të flasim për këtë? Është një taktik. Është një peng që do e themi të specialja, kështu që ndiqni specialen e 2 janarit. Është një taktik shumë e zgjuar që ka zgjedhur Luizi që ta ruaj figurën e tij sa më të paprekur dhe të ngrej kuriozitetin e njerëzve, kështu që çifti Louise Ailey dhe Chiara Tito kanë shkëlqyer. Dhe siç mund ta shikoni panoramën e gjithë edicionit të dytë, kemi vetëm Luizin, Jorin, Chiara Tito, Olta Gixharin, Ronaldo. Mund të themi 5 janë bold për këtë edicion krahasuar me të parën që ishin vetëm 2. Ndërkohë ne do kalojmë te Big Brother VIP Treshi, po çuna besoj do bim dakord që të merremi vetëm me ata që janë me Jeshile, se janë shumë personazhe në këtë pikë. Dikush që është me Jeshile është Sara Gjordeni. Nuk është se ishte shumë e njohur, Big Brother i dha një boom shumë të madh në imazhin e saj. Dhe ka krijuar një status pra është rritur goxha. Është rritur. Familje, bëri dhe emisione. Kështu që të dyja Jeshile, dhe jeta personale dhe ajo profesionale. Ndërkohë kemi Lisa Gollin, absolutisht u përfol goxha gjatë pas Big Brotherit, erdhi me një podcast të vetin në Top Channel. Dhe vazhdon të jetë një ndër emrat më të përfolur. Më të përfolur absolutisht Lisa Gollin. Francesca Murati. Hello. The English Queen for me. Që cila do jetë dhe opinioniste e fan clubit, kështu që Jeshila është më së merituar. Një Jeshile tjetër shkon për Heidi Bacin, do me plotësisht e merituar. Goxha lajm me Heidi. Po, mbajti një Big Brother të tërë, edhe pas Big Brotherit mbajti të gjitha portalet dhe së fundmi bashkë moderon me Blendi Salaj Wake Up-in. Patjetër, moderoi dhe fan clubin, kështu që Jeshile Heidi. Kemi pastaj Romeo Veshaj. Romeo vazhdoi të mbante atë bumin dhe lajmet, të prodhonte lajm edhe pas Big Brotherit. Kështu që bravo Romeo, absolutisht. Bravo, u kthyen pak a shumë si fenomen të dy vëllezërit showbiz, pra
u bën si ikona showbizi, përpos më lër të Ishin të flas. gjithë të interesuar Po, çfarë edhe ndodhte pse me ranë në jetën e tyre. qetësi, kanë rënë në qetësi të dy këto kohë, po do bëjnë ndonjë bukur. Julian Deda është emri i radhës, i cili është moderatori i Fix Fare bashkë me Xhemi Sheun, kështu që mund të themi, mori emision në top, Jeshile Patjetër. merituar. Po morëm emision në top. Dhe sigurisht Jeshilja tjetër do shkoj për fituesen e atij edicioni, Egla Ceno. Ka bërë shumë shfaqje teatrale pas Big Brotherit, ishte pjesë e Goca dhe Gra, është komentuar shumë në portale si për Se kanë lënë rehat as të tjerët. As të tjerët se kanë lënë rehat, kështu që bravo Egla Ceno me Jeshila. Kështu që në një panoramë totale të gjithë këtij edicioni kemi Eglën, Julin, Romeon, Heidin, Franceskën, Ilnisën dhe Sarën, kështu që mund të themi fare mirë që kanë dalë goxha të ndritur nga ky edicion, sidomos dhe finalistët, e kupton? Po. Ndërkohë do të kalojmë te edicioni më i fundit e Big Brother VIP 4, emri i parë i cili vërtet hëngri buk pas Big Brotherit është Krisa Caushi dhe partneri i saj Tiri Gjoci. Të dy këta nuk është se kishin ndonjë karrierë që njihej shumë më përpara, por pas Big Brotherit vërtet u njohën edhe Patën një buj, aktualisht janë moderatorë të emisionit të mëngjesit në MCN. Kështu që janë okay. Kështu që janë okay, janë aktiv mediatikisht për momentin. Tjetër me Jeshile kemi Rizarta Hoxhën, e cila është një nga influencerat më me ndikim, mund të themi, për këtë vit në 2025-ën, ka pas bashkëpunime të ndryshme me shumë biznese, kështu që e meriton Jeshile. E meriton. Ndërkohë Joz Marku e meriton Jeshilen e radhës me dasmat, kush e di sa lek ka fituar Jozi me ato dasma. E vërtet. Ja ka ngrënë bukën edhe Jozi. Më të mirën i ka marrë. Dhe Egli Tako, pa diskutim, është një nga kryefjalat e këtij edicioni, është aktualisht moderatore në E Diell dhe mund të themi që unë kam takuar nga afër, është një sweetheart, është një vajzë shumë e mirë Egli dhe ne ka njëri që e meriton Jeshile, mund të themi që është Egli, se ka shumë shpirtin e mirë. Ndërkohë në pikpyetje jam për Gjesti. Nuk e di pse më vë shumë në dyshime. Shkëlqeu në Big Brother absolutisht, por nuk e di çfarë ndodhi më pas me karrierën e tij. Nuk e di, a të themi ishte në maja? Ne mund ta quajmë me ngjyrë portokalli në fakt Gjestin, për arsye se dhe pas Bigut ai pati probleme me labelat e tij, publikoi vetëm një këngë dhe së fundmi fatkeqësisht dhe ndarjen nga jeta të vëllait. Indikoi patjetër. Por unë mezi po pres riktimin e Gjestit dhe jam i sigurt që do ketë një sukses nëse Gjesti zgjedh të rikthehet. Kur të ndihet gati Gjesti, absolutisht që ne do jemi gjithmonë gjithsej vesh derisa ai të rikthehet. Ta mirpresim dhe ta suportojmë, sepse përpos të tjerave i ka dhënë shumë publikut gjatë këtij edicioni. I ka dhënë. Nëse duhet bëjmë një panoramë të edicionit të 4, kemi emrat Egli Tako, Joz Marku, Rizarta Hoxha, kemi Krisa Caushi, Tiri Gjoci. Pra janë 5 emra të cilët janë shumë për një edicion. Pra mund të themi që ky edicion ka nxjerrë emra të cilët janë ende aktiv në media. Ndërkohë, nëse na duhet të bëjmë një përmbledhje të gjithë, kemi nga 139 banor në këto 4 edicione, kemi 19 me Jeshile dhe sipas një përllogaritje ndjes, na dalin diku tek 13.66%. Që është një përqindje bërë sukses. Po, sukses dhe janë aktiv ende sot dhe është një përqindje shumë e vogël, që vlen të theksohet që Big Brotheri nuk të jep famë afatgjat dhe duhet të jesh ti ai që të hysh në Big Brother me synime të qarta dhe ta shfrytëzosh famën pas Big Brother. Dhe unë do veçoja 5 lojtarë në fakt të cilët i kanë marrë më të mirën asaj eksperiencë, është absolutisht Luizi, është Kiara, është Egli, është Heidi dhe është Ronaldo. Po, kjo mund të themi që është një top 5 e banorëve më të suksesshëm të Big Brother në 4 edicione. Edhe e merituar. Patjetër. Pra, mendoni dhe ju që këto nuk janë emra të rastësishëm, pra unë mendoj që kanë hyrë në Big me një qëllim të caktuar dhe e kanë shfrytzuar atë. Pra, Big mund ta japi, po duhet ta mbash. Kiara është rritur shumë profesionalisht, Ronaldo po ashtu, Luizi po punon në çdo sferë, si në film, si në këngë, kështu që kanë punuar fort.